Masanej të një nga këthy dikun me 28 mars, si nga këthy në Glogjan. Masi ja gjetëm Ramushit mjek, unë ja nisi pak me marrë vetën, atëherë nga këthy unë e Dauti edhe Shkëllxeni në Glogjan. E që shke puna me ne diçka që i ka thonë Dautit për cigare, diçka ka di? Po, Dauti ka pas dugojnë për fundi. Po? Ku ishtë Dauti, u konë Nikulli Islam Mustafes. Edhe ajo dugoja ka qenë ka herë e kanë mojtë, familjarisht në konë, kështu që e kanë mojtë. Edhe mososën cigaret. Se kisha problemin e sërbëve, ose të policëve, kisha të lashën ku mi gjeti cigare. Edhe hina krejt shpis. Po ata, familja ty në e shashës se kanë pi dohën, se këshin pa pi dohënin kur një. O, nuk lash vënd pa lyp. Lype, zgjeda kërka. Dauti ishë për balë tash i shpia Islamasanit, kulla. Ata ishin katë dytë, duke ishin katë të parë. Po tash Dauti ka zbrit për me hinë dugoj me marrë dhe ajë cigare, kur është try poshtë të taku në forca. Ata ishin kënë hives në dugoj. Edhe i bërtit qa Dautit, se s'kishim as komunikim mas, se ne ndërprejnë, se kanë pas mundësin edhe me të ndërprejt komunikimin. Edhe i bërtit qa cigare, po gjujem diqur cigare, isha në gjendje me dalë në ashta me riziku dhe jetën, bës mi marri pas jetë cigare. Atëherë u konë pak problema, tha hajtë se ma vonë, tha di gjuj, po si shmas, se s'kishe mundësi, se ne ishim të rëthumë të na unë. Shka tha të në Dauti kishtë shku për një vajgjit cigare? Valla, për i pas jetë cigare. Po, me thonë, qëra, krejt ajo ditë, nashta është problemi që na ka nimu shumë Zoti, dhe me thonë. është konë problem me mbjetu ose me dalë prej asaj dite. Tu e ditë gjitha të forcat, gjitha të, do me thonë, s'po të flasë për autoblinda, për mjetet rona, për helikoptera, do me thonë që im konë cëllmumë prej 9 në mëngjes deri në 8 mbrëmje, do me thonë nuk është nalë beteja krejt ditën. Edhe krejt kanë mënu, edhe fshati, po edhe rrethina, të një kanë mënu që neve veç në kanë shkri. Po jarë, deshta me kalu pak të një tem tjetër e luftës, po ashtu po shumë herë në studion tem, kur kanë qenë këtu domethënë debatet ndryshme edhe rreth Kosharës, edhe rreth po bënaj Dugaxhinit në përgjithësi, ka thonë që Ramush Haradinaj u la vet nga ushtarët tjerë. A është e vërtet? Na dim kush ka qenë pjesë e luftës në atë kohë, dim ofenzive në Gushtit, më thonë që ka qenë një ndër ofenzivat më të mëdha që i kanë zhvillu Serbia në atë kohë kundër forcave të shoqërisë shqiptare të Kosovës, edhe ka qenë faktikisht ka qenë në ofenzivë ronë. Edhe tema është që na ishim plagu pjesa më e madhe e djemve që udhëheqshim pikat e frontit ose betejat që udhëheqshim ishtë plagu Shkëllxeni, ishtë plagu Dauti, ishtë plagu Enveri, isha plagu une, me thonë një farforë me Shmet Ramushi, okej, me ushtar po, një farforë me pakra, se ai kur ka llogarit dikun që është nashta ma rrezik, ka shku njoni për neve, ose unë ose Dauti, ose Shkëllxeni, ose cili do t'jenaj. Edhe mas ofenzives të Gushtit, të ditë edhe, dhe me thonë, komandën që ka pas dikush tjetër, se Ramushi ka qenë zavendës komandant në atë kohë, se me marrëveshje që është bo, më thonë komanda jo ka dhonë dikuj tjetër. Ta i rizimaj, no? Po, edhe Ramushi normale ka mbështet, ka përkra, i kem themelu brigadat, i kem bot gjitha bashkarisht. Edhe na kem prit që do t'jem bashkë në front, më thonë kur t'ka nevoj, po ma keq që është që kanë vendosë që mu tërhekin pjesën, ata i kanë thonë tërhekem sonte